Ambasadori i Maqedonisë në Norvegji dhe Island, ish ministri i ekonomisë Driton Kuqi, është kthyer në vend. Prokuroria do të kërkojë për të mas përkujdesi, pasi është i dyshuar i fundit në hetimin e zgjeruar për zjarrin në diskotekën Puls në Koçan. Hetimi i zgjeruar përfshin gjithsej 19 persona, prej të cilave 4 janë në arrest efektiv, 6 në arrest shtëpiak, ndërsa për 8 janë vendosur masa kujdesi. Në arrest është vendosur dhe Shaban Saliu, ministër paresor dhe ish drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, ndërsa drejtori aktual Xhevat Selami është në arrest shtëpiak. Nga qeveria njoftuan se ata do të shkarkohen. Hetimi i zgjeruar nuk ka përfshirë persona të rinj nga MPB, por për ministrin Toshkovski, hetimi nuk ka përfunduar dhe ai beson se do të zgjerohet dhe në institucionin që ai e drejton. Po, mendoj dhe për këtë arsye deri tani janë paraqitur 7 kallëzime penale ndaj 7 zyrtarëve policor. Ndoshta në periudhën e ardhshme do të kemi edhe zyrtar të tjerë policor që do të jenë objekt hetimi, u shpreh Pançe Toshkovski, ministër i punëve të brendshme. Nga gjithsej 19 persona që janë përfshirë në hetimin e zgjeruar, në arrest shtëpiak janë 6 prej tyre, ndërsa siç mësojmë, mes tyre janë dhe ish ministrat e ekonomisë Valon Saracini dhe Bekim Neziri. Përveç ministrit Saliu, në arrest efektiv janë dhe 3 persona tjerë, por nga prokuroria nuk zbulojnë emrat. Hetimi i zgjeruar për zjarrin në Koçan, ku humbën jetën 61 persona, po zhvillohet kundër 47 personave fizik dhe 3 juridik.